Të nderuar qytetarë të Tiranës, të gjithë Shqipërisë, të Riolit, të Zvërnecit, të Nartës, të gjithë shqiptarët në Shqipëri dhe jashtë vendit. Kjo protest është një moment historik në Shqipëri. Ne po ndryshojmë mënyrën e të qeverisur. Ne po ndryshojmë, ne po kërkojmë një shtet të drejtë, ligjor dhe të barabartë për të gjithë. Zvërneci ishte pika e ujit e cila mbushi gotën. Por Edi Rama kërkon ta devijoj atë, duke trajtuar s'ka projekt, do respektohet mjedisi. Jo, Edi Rama ka shkatëruar të gjithë Shqipërinë. Unë mund t'ju kujtoj vetëm disa projekte. Aeroporti i Kuksit. Asnjë avion nuk ulet e ngrihet. Dhe koncesionari çdo muaj merr parat nga shteti shqiptar për pasagjerët e munguar. Porto Romano. A e mbani mend çfarë thoshte kryeministri, do bëhet baza e NATO-s. Nuk është as e NATO-s dhe as ka për të bërë porti i Shqipërisë, sepse është pas studim fizibiliteti në një vend që nuk mund të ngrihet port tregtar. Porti i Durrësit është krim shtetëror. Është krim shtetëror. Është porti i vetëm tregtar në Shqipëri, i cili mban lidhjet rajonale dhe ndërkombëtare, i cili favorizon pozicionin gjeografik të Shqipërisë, por Edi Rama tentoi ta kthente në një port turistik. Nuk do ta kthej dot. Nuk do ta kthej dot. Sepse armiqt që ai nuk i ka shpallur, po ja u themun janë NATO, BE dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si për portin e Durrësit dhe për Porto Romano. Mund të vemi dhe më poshtë, mund të vemi në Palas, në Dhërmi, e keni parë çfarë ka ndodhur. Është jetësuar mjedisi, kapacitetet mbajtëse janë më të mëdha se vetë Bregdeti. Mund të vemi më poshtë në Limjon, e cila nga bazë detare u kthye një resort ose u projektua për një resort për oligarkët. Dhe në të gjitha këto projekte janë oligarkët, duke përfshirë Sazanin, Zvërnecin, apo dhe Pashalimanin, që janë hequr 80 hektar, janë lënë vetëm 14 hektar bazës. Pra, kemi të bëjmë me një kryeministër, jo vetëm që vjet pasurinë publike, por është kërcënim për sigurinë kombëtare të Shqipërisë dhe të aleancës. Është kërcënim për sigurinë kombëtare të Shqipërisë dhe të aleancës. Sot Porto Romano nuk është më porti NATO-s. Nuk ka asnjë shpresë, e di dhe Edi Rama. Ka 3 herë ka dështuar tenderi, do t'i dështoj përsëri, por nuk e hap dot. Pse? Sepse në fakt qeveria e Edi Ramës dhe Edi Rama janë jo vetëm të korruptuar, por ata janë të lidhur me oligark, shqiptar dhe ndërkombëtar, njerëz në kërkim. Po bani më në Pashaliman, 80 hektarët i ka marrë një prestanome italian i cili është në hetim në Itali. Të gjitha kontratat e Ministrisë së Mbrojtjes, ja u ka hequr aleatëve tan strategjik, ja ka dhënë një në kërkim, një flite, nuk është izraelit, pasaportën ka izraelite, nuk është izraelit, është i kërkuar ndërkombëtar, është në korrupsion, në kërkim ose në hetim nga NATO. Pra, Edi Rama e di fundin e tij. Unë një gjë dua të them. Edi Rama nuk ikën vetë. Nuk ikën vetë. Ai e di fundin e tij. E di fundin e tij. Por qëndrueshmëria jonë duhet jetë shumë e madhe. Ne duhet të qëndrojmë deri në fund, derisa të iki. Pse? Sepse kontrolli, çdo lloj qeverie që të vijë, duhet të kontrolloj dëmin që është shkaktuar këto 35 vjet. Dhe dëmi shkaktuar, kontrolli dëmit shkaktuar fillon vetëm me një kusht.
dorëheqja e Edi Ramës. Faleminderit. Shkallët nuk janë shumë të leta për të ngjitur, ama kore është për altësi. Zonja dhe zotrinj, ju përshëndes të gjithë, jam shumë gjatë. Nuk jam dakord Shqipëri e re. Shqipëria ka qenë gjithmonë e re. Jo vetëm që ka qenë e re, po gjithmonë bukuroshe ka qenë. Gjithmonë kanë dashur ta shkryejnë, nuk kanë arritur. Edhe tani, këta që kemi në krye, janë për këtë punë, për të shkryer, për të copëzuar, për të bërë cop Shqipërinë, për ta shit këtu dhe shit atje. E kemi për detyrë. Neve! Jemi det këtu, jemi det e kemi për detyrë. Ta mbrojmë Shqipërinë tonë. E mos të kemi ta bëjmë të bukur. Është yll. Unë desha të bëja një kompliment për babalarët që janë këtu. Babalarët, më në fund babalarët vranë frikën dhe i lanë djemtë dhe vajzat e tyre të vinë këtu dhe të vinë dhe ata vetë. Se kanë pasur frikë se do të hiqin fëmijët në shkolla, do të hiqin baba në puna. Se kështu vajti puna për copën e bukës së gojës ishe këma vetë. Tani këtu jemi det. Qarë deti ishë ky? Ky është det i dashurisë o njerëz. Ju kam shumë gjënë. Shiko, ju nuk e dini se sa u dua unë dhe me këtë dashuri që më falni mua juve. Oh, nënë. Kam shpirt. Dua t'i bëj një thirrje. Zonja dhe zotërinj, dua t'i bëj një thirrje Dartanis të Kosovës, se dhe ata kanë derdhur shumë gjak për të ngritur flamurin në Vlorë. Ju falenderoj shumë, ju kam shumë gjanë, ju më trazoni me një. Ju kam shpirt. 10 ditë shpresë për shqiptarët. 10 ditë që ndres që ky kop nuk e ka parë në 36 vite. Është protesta që nuk e ka thirrë Shqipëria, që nuk e ka thirrë partia, por e ka thirrë Shqipëria. E ka thirrë Shqipëria kundër korrupsionit, kundër rritjes së çmimeve, kundër situatës në spitale, kundër arsimit të degraduar. A e dini çfarë kemi bërë? Me 10 ditë protest, me 10 ditë qëndres, keni çmendur një njeri këtu mbrapa. A e keni parë se sillet? A keni parë njeri 2 metra të bëhet qesharak, të bëj fytyra? Ai është kryeministri, duhet përgjigjet dhe jo të bëhet aktor humori. A dini ju se sot, teksa një kryeministër tallet, shan, ofendon protestuesit në spitalin onkologjik, pacientët janë pa ilaçe. Një qytetar nga Mjeri u kthye mbrapsht pa ilaçe.
Pacientët e hematologjisë 4 muaj për ilaçe. 4 muaj që vojnë nga kanceri dhe janë për ilaçe. Ku është shëndetësia shqiptare sot? Paguajmë sigurime shëndetësore e paguajmë mjeku në dorë, se këtë sistem ka ngritur. Shkojmë të gjithë në për private, shkojmë të gjithë në Itali. Kemi shpres vetëm të GoFundMe, tek ju, sepse s'more fëmijët, dhe s'more prindrit. A dini ju se qytetarët e Librashtit, Prenjasit, Pogradecit, për shëndetësin, për ushqimin, për naftën shkojnë në Maqedoni? A dini ju se qytetarët e Dibrës shkojnë në Maqedoni për naftën, për ushqimin? A dini ju se Korça, Saranda, Gjirokastra shkojnë në Greqi për arsimin, për shëndetësin, për ushqimet, për naftën? A dini se Tropoja, se Kuksi shkojnë në Kosovë për shëndetësi, për ushqim, për naftë? Po qoftë se ne kemi një qeveri që s'na jep as shëndetësi, as naftë, as ushqime, për çfarë e duam? Dorëheqje! 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 Një thirrje të fundit për diasporën. Një thirrje të fundit për diasporën. I kanë larguar se i kanë lënë pa shpresë. Që mos bëni dhe ju kështu, lajmëroni të afërdit tuaj të vinë në Shqipëri. Kjo që po ndodh është histori. Kjo që po ndodh nuk kthehet më. Kjo që po ndodh duhet shuar në fund. Shqipëria është e jona dhe nuk duhet ta lëmë në dorë të këtyre ajtutëve. 36 vitet politik në kanë vjedhur, në kanë rjepur, në kanë sekatuar. E jemi bërë për bukën e gojës, mos folë se buka e gojës. Ta vrasim mitin dhe t'jemi gjithë në shesh. Dorëheqje! 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 Në mbrëma të gjithëve, më bëjë zemër e malë që ju shikoj kështu bashkë, që shikoj qytetari, dhe jo bëdatësin komedian që nuk qesh njëri. Isha vetëm 11 vjeç kur ndryshoj regjimi, kur menduam se ndryshoj regjimi. Regjimi nuk ka ndryshuar, vetëm formë, përmbajtja është e njëjta. Duan t'ju përçajnë, duan t'ju fusin lloj-lloj plerash midis, po ne nuk bëhemi pis. Ika nga Shqipëria se nuk doja t'ja shqis nga shpirti shejtanit. Dhe nuk ka për t'ja shqitur shpirti shejtanit. As kur kisha pozita, as sot që kam pozitat e mia, me tjerë shëndime me shpatullat e mia. Dhe këta nuk mund të tallen me ne. Këndeshët e Ramiz Hanis nuk mund të tallen me ne. Nuk kanë asnjë të drejtë. Këndeshët e parlamentit nuk mund të tallen me nënat e atyre që emigrojnë si unë sot e kësaj dite. Ndërkohë që nënat e tyre tregojnë varset e Floririt nëpër kafenetet e Shqipërisë. Më falni për revoltën, por unë jam i revoltuar po e sa ju. Këta kanë frikë se kush do na fusin në Europë. Ne jemi Europa. Ne nuk kemi nevojë për Europën e këtyre. Ne jemi europian. Jemi europian në gen. Sot merr në kode gjenetike. Fjalën gen e kemi ne. Fjalën gen unë kam në emër, fjalën gen e keni gjithë ju në emër. Ne jemi geni Europës. Ne nuk jemi të shqitur. Këta
ja kanë shitur shpirtin shejtanit, që nga Berisha e deri te ky Pisha. Ky Karagjoz që mendon se bën stand-up me njerëzit e administratës, që i detyron njerëzit, që ka pushuar njerëz nga puna dhe që i detyrojnë prindrit të thonë fëmijëve mos flisni. Po nuk folëm ne, kush do flasi? Kush do flasi? Ne duhet flasim. Edhe njërë më falin për nervin, ju duhet të gjithë. Qëndroni pa